Ja e parë për Islam. Tregimi i pejgamberit Muhammed a.s. dhe thirrja e parë për Islam. Në qytetin e Mekës, pejgamberi Muhammed a.s. paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, mori shpallin e parë nga Allahu në shpellën Hira. Ai qëndronte atje për të medituar, larg zhurmës së idhujtarisë dhe mëkateve që kishin mbuluar nga dishullin arabik. Një natë, kur ishte 40 vjeç, 40 vjeçar, Xhibrili, paqja qoftë mbi të, ju shfaq dhe i tha: "Lexo, Ikra." Pejgamberi i friksuar dhe i tronditur u kthye në shtëpi dhe i tregoi gruas së tij, Hatixhes. Allahu qoftë i kënaqur me të. Hatixhja e qetësoi dhe përkrahu duke i thënë se Allahu nuk do ta turpëronte kurrë, sepse ai ishte njeri i ndershëm dhe i drejtë. Nga ai moment, pejgamberi Muhammed a.s. filloi të ftonte njerëzit në Islam në fshehtësi. Shumë njerëz e pranuan thirrjen e tij, si Ebu Bekri, Aliu dhe Hatixhja, por shumica e kurajshve e refuzuan dhe filluan ta përndjekin. Ai qëndroi i palëkundur, duke thirrur vetëm në Islam, pa frikë dhe me besim të fortë, me ndihmën e Allahut. Ai u përball me përbuzje, dhunë dhe përpjekje për ta ndaluar, por nuk hoqi dorë kurrë nga misioni i tij. Kjo ngjarje tregon fillimin e pastër të Islamit dhe qëndrueshmërinë e pejgamberit ton në rrugën e Zotit. Padyshim se Allahu i ndihmon vepërmirët. Allahu është me besimtarët. Inna Allaha ma'ana. Zoti është me ne.